problemi është që zgjedhjet ndodhen. Ju, si themelus i Partisë Demokratike, si njeri që keni kontribuar atëherë kur u kriju kjo parti, a e kishit parashiku këtë rezultat? Shiko, ne se të bëjmë unë jam larguar nga Partia Demokratike, na kanë larguar, na kanë përzënë në vitin 92. Po e di, po si themelus. Na kanë jo, dhe atëherë kemi kush ishte një nga kritikat bazë që i bëheshin ta themi që fillojmë flasim me emra Sali Berisha sepse ai ishte i pari dhe i fundit që e mori në dorë dhe e mbaroi këtë histori. Ishte që ose jo kritikat, po kush ishte i thoshin që me këtë lloj politike, këtë mënyrë se si po sillet ky do t'ja u kthej pushtetin socialistëve ose Partisë Punës thoshim atëherë, sepse pastaj u bë nga Partia e Punës në Parti Socialiste. Dhe në fakt ajo ndodhi. Dhe në fakt ajo ndodhi. Ky ja humbi pushtetin Partisë Demokratike, ja humbi një herë në 97-ën. E pastaj nuk e di në çrrethana që është unike në histori ky u rikthye prapë në pushtet. Dhe ja ku kemi 4 mandate, rrezik mund të ketë një mandat 5 apo 6, po vazhdo me këtë histori që Partia Demokratike nuk vjen në pushtet. Por unë fakt jam pak i shqetësuar kur flas për këtë Partinë Demokratike që sot dhe që sikur ja duam të mirën që të vinë në pushtete të tjera. Dgjoj, sepse ne shqiptarët harrojmë 3 ditë dhe harrojmë gjën 3 ditë na zgjat. E kemi shumë të shkurtër. E kemi shumë të kurrë dhe kjo është një aspekt negativ. Unë për vete përpiqem të mbaj mend 35 vjet përpara, nga 35 vjet përpara çka ka ndodhur. Partia Demokratike, ajo që quhen Partia Demokratike sot duke qenë nxjerrja jashtë ligjit një 2-3 herë këto 35 vjet. Po marr vetëm 98-ën. Bëri grup shteti. Pushtuan institucionin, pushtuan godinën e qeverisë, dolën televizion thanë fituam. Nëse ka një veprim për të cilën një shtet demokratik i modelit sotëm perëndimor, të dënon është grushti i shtetit. Ata duhet ishin burg akoma sot, nuk kam asgjë me ata individët. Ca i kam miq, burrat mirë. Po kishin kokë tjetër, ishte tjetër koka, ishte diku tjetër. Bën grup shteti. S'po hy pasaj ke 97, ke shumë aspekte tjera, janë me 10 raste. Pra, kjo që në 92-shin filloi të shtrojë në një repart të organizuar sulmi. Mos harroni diçka tjetër, mos harroni kur erdhën socialistët në pushtet në 98-ën, 97-ën, pati një periudhë gati 5-6 vjeçare ku mirë s'po flas për mitingjet e gurët nëpër bulevard, po mos harroni hidheshin herë DPU-i, hidheshin herë shtylla, nuk e di, ke qenë në Shqipëri apo s'ke qenë atëherë. Kush i bënte këto gjëra? Kush i bënte këto gjëra? Është e rëndë. Është e rëndë të diskutosh. Dhe kjo është një histori që ka hikur tani, por mos harroni sepse nuk mund të harrohen gjëra të tilla. Kjo unë e di këtë shumë mirë sepse unë di frymën, unë di se si filluan të organizoheshin grupet atje brenda që kur ishim ne në PD për të shkaktuar antimitingje, për të bërë rrëmuja, për të eliminuar kundërshtarët politik. Ore, unë kam parë njerëz që se për fat keq shumë nga ata u kthyen prap tek Berisha dhe tek PD-ja. Dhe që kanë linçuar në oborrin e PD-s kur pse ishin kundër që sot klinika katolike, pse ishin kundër vendimit që mori Berisha për prishjen e qeverisë, si quhej ajo qeveria Bufi me zëvendës kryeminist Pashkën. Deshi linçuan. Unë jam aty jam tronditur. Deshi linçuan. Parti politike është kjo. Eduard, Partia Demokratike do një analizë gjatë. Ai histori tjetër.